për mos më hajtë se funciona dhe në kom. Ne marrë. Faleminderit organizatorit për këtë takim të Këshillit për Siguri edhe të Komunës së Zubin Potokut, por të gjithë mekanizmat e tjerë të sigurisë. Faleminderit Grozdan për këtë pritje, për këtë agjendë që sot po takohemi së bashku të gjitha ekipet themi të mekanizmit shtetënor dhe ndërkombëtar, të cilët jemi në shërbim të gjithë qytetarëve. Unë përshëndese përfaqësues të KFOR-it, përfaqësues të EULEX-it, gjithashtu mekanizma tjerë të shoqërisë civile. Faleminderit shumë për këtë takim, ani pse ne kemi shumë çka për të biseduar. Unë ju falenderoj shumë organizatorëve këtij takimi, sepse kemi nevojë, ndoshta tani e tutje do t'i kemi takimet edhe të rregullta së bashku gjitha këshillat për siguri, por natyrisht edhe pjesëmarrës nga shoqëria civile dhe gjithashtu edhe nga pjesëmarrës nga përfaqësuesit fetare. Sot që kemi për momentin, po e presëm edhe dikon ndoshta edhe që vjen më vonë, nuk është problem, jam të ftuar. Kështu që unë ju përshëndes dhe ju shpreh mirëseardhje në komunën e Zubin Potokut. Gjithëve juve faleminderit shumë për këtë organizim dhe natyrisht që jam i kënaqur që sot jemi këtu së bashku. Unë ju përshëndes edhe një herë për t'ju dhënë fjalën kompetentëve, do të thotë për edhe Këshillit organizativ, do të thotë Komunës së Zubin Potokut të udhëhequr nga Grozdan Bishevaci. Besoj që do t'ja jap fjalën Tina më pastaj. Kështu që faleminderit për pjesëmarrjen dhe natyrisht Grozdan ja tebe dajem riječ ovako kao predsjedavajući. Dobar dan i od mene. Čast mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim sve u ime Lojba Zubin Potok i pre nego što kažemo nešto više o Lojbu, ja bi da uradim ono što je uobičajeno, znači da se predstavimo. Ja sam Grozdan Bishevac, predsjednik sam Lojba za Zubin Potok, znači i arhitekt ovdje u našoj opštini. Želim da zahvalim svima danas što ste došli na ovom skupu, posebno gospodinu iz ministarstva, našem gradonačelniku, pripadnicima policije, vatrogasnoj službi, KFOR-a, OEBS-a i svim prisutnim građanima. A posebno želim da zahvalim Jeti Džari i Fajeku Spahi, koji su, kako zove, objavom vesti na njihovim medijima doprineli da se naš glas čuje i ovaj problem sa kojima se suočavamo već dugi niz godina. Ne dugi niz godina, nego, tako reći, više decenija. Šta da kažem, znači, naše mesto se suočava sa velikim problemima, ali pre nego što počnemo priču o tome, ja bih da kažem nešto ukratko o Lojbu. Znači, opština Zubin Potok ima dva predstavnika Lojba, jedan čine Zupče i Čabra, a drugi smo mi. Ja kao predsjednik ovdje za Zubin Potok, potpredsjednik je Bojana, tu su i naši uvaženi članovi koji su uvijek spremni da pomognu, kao i ova gospoda koja je došla sa strane, oni imaju veći čin. Mi smo držali par obuka bitnih i ono što je najbitnije da kažem, da ne bih dužio mnogo, jer ne znam koliko ste svi tesni sa vremenom, znači, otprilike Lojb je jedna spona između građana i vlasti. Ukoliko vi imate neke probleme, vi možete da ih iznesete na ovim sastancima i mi ćemo se potruditi da preko medija ili na neki drugi način da se čuju vaši problemi. Ja bi iskreno voleo, znači, da svako naše selo ovde u opštini ima svog predstavnika kako bi se čuli problemi svih sela. Znači, moramo da uspostavimo saradnju između vlasti i meštana za našu budućnost. Moramo da rešavamo svoje probleme sami. Znači, uzalud da neko bega, znači, a neko da radi, neko kao jedinka to ne može da postigne sam. Znači, ukoliko jurimo problem, mi ćemo ga rešiti. Ukoliko begamo od tih problema, znači, oni će nas stići i slomit će i nas i društvo i to ne vodi budućnosti.
rekao sam da smo održali par treninga i zaslužni članovi su dobili neke sertifikate i kao nov član Darko Radojević imam priliku i čast da mu pručim jedan sertifikat. Izvoli, čitaj. Sad, ako bi vi htjeli da kažete nešto više o Lojbu, pre nego što budemo prešli konkretno na ovaj problem. Do ta kisha marrë fjalën, unë e vlozan shkurtimisht, pak a shumë për ta përraqit situatën se si ekziston në komunën e Zuvit Botukut, të mund t'ju thonë disa ç'është më thonë në kufi të gjonë, se në komunën e Zuvit Botukut do të thotë jo që s'kemi problemet e sigurisë janë, që më thonë, nuk janë të mëdha, nuk ka problemet sigurisë i përket sigurisë qytetarit. Besoj se, si që dinë edhe gjithë mekanizmat që janë në teren, është një situatë e qetë dhe mund të themi sigurt, po mirë, po problemet e tjera ballafaqohemi me shumë probleme tjera infrastrukturore, siç ka infrastruktura rrugëve, infrastruktura rrjetit elektrike, mandej kemi probleme, kemi punë shumë edhe nevoja të paja në gjithë aspektin infrastrukturor, kanalizime dhe ku ta diun, mirë po aja që ka neve edhe qytetarët është e domosdoshme, është furnizimi me rrymë, si që në për shumë vende, fshatra, vendbanime, do të thotë kemi mungesë furnizimit të adekuat me rrymë, ku tensioni është shumë i ulët dhe rrjeti është shumë i dobët. Do të thotë, kështu që neve në forma të ndryshme kemi bërë kërkesa edhe të mekanizmi kompetent të elektroserverit dhe keci që të intervenojnë sa ma urgjent për shkak se ne kemi pas edhe disa që shme thonë një kohën e fundit ka qenë ku edhe shtazët janë të rrezikuara prej atyne telave të rrymës që janë të tejet ullët dhe ku mundet me hasë në rrezik edhe fëmija edhe qytetari, po edhe shtazët që ka qenë, e keni parë për fotografi një ari i mytën që shme thonë pej telave të rrymës, sepse ka hasën ta, qaq ullës të janë, do më thonë ajo vetë fotografia të ka zënë se që fa në gjendje në për disa fshatra është. Mandej kemi dikun ku ka nisë më pagu ose më instalu edhe orët, ka edhe probleme, do të të ka dyshime të frymjes, paka shumë edhe të fakturave, kështu që të gjitha këto probleme duke u nisur për infrastrukturës, mirë po urgjente është furnizimi me rrymë, se natyrisht që qytetarët kanë nevoja të përditshme dhe do të thotë edhe të furnizimit adekuat, po natyrisht edhe aspekti i sigurisë është që duhen sigurohet rrjetet për shkak të rrezikimit të viktim, mos bie ndonjë viktim, dosh Zoti, dhe natyrisht është kompetentët duhet me konë shumë të vëmendshëm në për teren, për shkak të eliminimit të atyne rrezikeve ku mund të rrezikohet fëmija, qytetari, gjithashtu si që patëm shembull edhe shtazët mund se të rrezikohen për shkak të atyne rrjeteve teje të pasigurta dhe natyrisht furnizimi nuk është me rrymë në ato rrjete as sa duhet, mirë po sa për të rrezikuar edhe qytetarët, po dhe qenjet e gjalla të tjera ka. Se ka tela gati në për tokë, ka në për druj, dhe kështu që në ballafaqohemi çdo ditë me këta, dhe din qytetarët ma mirë po dhe mekanizmat e sigurisë janë në për teren, kanë mujtë me pa këto fakte, kështu që këtu e në paka shumë ato të lashet të cilat neve na përcjellin dita ditës dhe jemi të obliguar natyrisht edhe nga aspekti na si administratë komunale, po gjithë edhe mekanizmat e sigurisë të i kemi pak vëmendjen në në intervenimin ku duhet eliminohen edhe rreziqet, po edhe jemi të obliguar në
formën më të mirë të mundshme dhe në kapacitetet që kemi t'i ofrojmë sa më shumë kushte qytetarit për të jetuar sa më mirë. Unë besoj që gjithë mekanizmat këtu që jemi sot kështu të përfshi edhe domethënë komandantin e policisë lokale, po edhe Uleksin që është prezent kësaj dhe pjesëtarët e KFOR-it, unë kam besim se qytetarët duhet të njihen që më thonë të sigurt dhe të përkthjellur të se ky mekanizëm të ofroj domethënë të lashet e veta në rast se nuk e kemi identifikuar, qytetari duhet të natyrisht të lajmëroj secilin mekanizëm për shkak të çfarë do problemi që ka, me qenë se ashtu kështu kemi komunikim të përditshëm, mund të them, duke përfshi gjithë mekanizmat e sigurisë, po edhe të administratës, që sa më shumë të kemi informacion rreth të lasheve të qytetarit, rreth problemeve të qytetarit. Nuk është problem kudo që të është më afër, qoftë të patrulla e KFOR-it ose e Uleksit ose e policisë dhe zjarfiksve ku ta diun, qytetari do të thotë kudo që të ka më afër është linia e cila mund të merr me informacionin me gjitha të lashet që mund të ballafaqohet në një formë të kemi informacionin sa më shpejt, kështu që neve tanash është obligimi jonë që na të intervenojmë në përmirësimin e gjendjes gjithandej ku janë qytetarët, bashkërisht me gjithë mekanizmat dhe mundësitë që i kemi në dispozicion. Që ka spota në vijat zona paraforsisht të informoj të gjithëve, kështu që faleminderit edhe për fjalët që përtuan që më dha. Mirë, do një përshëndes, unë jam Erdogan Xhigolli, vi nga OSB-ja, Departamenti për Siguri Publike. Ja vas pozdravljam, ja sam Erdogan Xhigolli, znači dolazim iz OEPS-a, Departament za javnu bezbednost. Ne bëjmë ngritjen e kapaciteteve të forumeve të sigurisë, gjithsesi komiteteve lokale për siguri publike, bashkë me policinë e Kosovës dhe institucionet tjera përkatëse. Znači mi kao OEPS podržavamo lojeve preko podizanja kapaciteta u saradnji sa policijom i druge institucije. Këto komitete sa reformat në melon sipas ligjit të policisë dhe janë, si shta zotë Bishovaci, janë u lidhse në mes qytetarëve, policisë dhe komunës. Znači ovi lojbe se osnivaju preko zakona policije, a inače, kao što je rekao i gospodin Bishovac, da oni izrade jedan most saradnje između građana, policije i opštine. Deri me tani në tërë Kosovën e kemi 88 komitete lokale për siguri publike. Znači do sad u cijelom Kosovu imamo 88 lokalnih odbora za bezbednost dhe mund të themi se reagimi apo ndihmesa atyre në adresimin e problemeve shtetare ka qenë e madhe. U kanë arrit shumë probleme, shtetërorët i adresojnë të sunt rukatëse dhe të zgjenë zgjidhje. I mogu slobodno reći da su uz njihovu pomoć veći broj problema su adresirani od njihove strane u opštini i druge institucije i oni su ti ljudi koji su uticali na rješavanje mnogih problema što tiče bezbednosti. Kur flasim për çështja e sigurisë mund të qenë direkte dhe indirekte, si shta kryetari, tëra të rrymës është çështje e sigurisë, pra është ndikojnë të shtetërorët. Do të thonë që siguria ka të bëjë vetëm me sigurinë fizike. Znači, kad pričamo o bezbednosti, bezbednost može da bude svašta. Može da bude, kao što je rekao predsjednik, i infrastruktura i te žice koje postavljaju opasnost za građane. Dhe në qovë se ne nuk reagojmë atëre, komuna apo policia nuk mund me rrit në çdo pikë dhe me identifikuar çdo problemet. I onda mi ako građani, ako ne sarađujemo, ako ne reagujemo, onda niti opština, niti policija ne može da bude svugde i da identifikuje sve probleme. Për atë arsye, edhe këto forume janë themeluar dhe punojnë vullnetare. Për këtë arsye duhet vlerësim dhe motivim dhe përkrahje, për arsye se dim se këta nuk paguhen, mirë po punojnë të mirë shtetërorëve. I inače, što je važno se spomene, svi članovi lojbe, oni rade dobrovoljne svrhe, ne primaju plate i zato njima treba podrška moralna i financijska, jer oni ne mogu ništa sami ako ne imaju podršku od strane i druge institucije. Ne se OSB, përveç trajnimeve, punëtorive dhe seminarat të ndryshme që organizojnë me qëllim të ngritjes së kapacitetit të këtyre forumeve, ne mundohemi të përkrahemi edhe në realizimin e disa projekteve që kanë të bëjnë me çështje sigurisë. Mi ka OEPS
osim obuke, seminare i radionice, mi trudimo da ih podržavamo i neke od njih, nekoliko od ovih projekta koji dolaze od strane Lojbova, koji utiče na povećanje bezbednosti. Kështu që edhe Komiteti Lokal për Sigurinë në Zumi Potok do të ketë mundësinë që fitojë një projekt simbolik, dikon më prej 4.000 eurove, i cili projekt do të realizohet nga OSB-ja, dhe këta kanë përfshirë me zgjedh problemin që dëshojnë me adresu, dhe pastaj ne implementojmë në teren. Mi kao što sam rekao, podržavamo i projekte koji dolaze od strane Lojba i vaš Lojb iz Zumi Potoka imat će priliku da dobije jedan projekt, simbolički projekat od 4.000 eura, koji će biti sprovođen od strane OEBS-a, a oni su odgovorni da ekzekuje problem koji žele da rešava. Përveç këtyre ne i përflamet të KDSP-t ekzistuese që janë themeluara më herët, osim ovoga mi podržavamo i ove stare Lojbove, mislim stare koji su osnovne odavno, dhe tash kom një lajm mirë edhe për Gordanën, ima të përveçti za Gordanu. Dje kemi pas takimin e bordit që përbët nga policia, Ministria e Punës Brendshme dhe pej 88 KLSP-ve zgjedh dhe projekti Gordanës me Ademen. I juče smo imali sastanak odbora za projekate, ima dobru zvesti za Gordane, oni su dobili još jedan projekat za Zupče i Čabru od 8.000 eura. Vi ste dobili prvi vest, uvijek ne morali imati port, prenosi se kada su tjera da se ne informu. Vi ste dobili ovaj vest prvi, jer inače ove druge lojbove još nismo i informisali. Unë dëshiroj punë të mbarë, do t'jemi gjithmonë për kraja atë sa kemi mundësi. Dera jonë është hapur gjithmonë për komunikim, për bashkëpunim. I dëshiroj të mbarë, punë mbarë dhe shëndet. Želim svima, želim vam dobar rad. Mi smo uvek otvoreni da vam pomognemo koliko god možemo. Želim vam sve najbolje. Hvala puno. Ja sam uputio svima pozivnicu, znači lično ili elektronski, kao što vidite, oni što mislimo da su najodgovorniji za ovu situaciju gore kod nas što se tiče struje, znači Elektrosever ili KEC, oni nisu tu. Od KEC-a sigurno imamo mi podršku, oni su rekli, uradit će nešto da nam pomognu. A što se tiče Elektrosevera, znači mi možemo samo da dobijemo kao nagradu neke dobre račune za struju, kao ovo gdje je stradao, kao na primjer ovo tamo gdje je stradao medved, ljudi nemaju struju 15-20 mjesec dana, a čoveku stigao račun 583 eura za jedan mjesec, predsjednik je vidio. Tako da ja sam pokušao da se obratim svim institucijama i medijima i da nateraju te ljude koji su odgovorni, koji treba da rade svoj posao, znači da rade svoj posao. Mi ne begamo od plaćanja struje, ali ne verujem da iko može da nam napiše račun za struju ukoliko ta struja ne ispunjava standard i ne iznosi 220 volti. Ali uprkos toga, na primjer, kod nas struje i kad bude 40, 50, 90 volti, kod njih tamo, znači, ne može ni ono vlakno celo da zasija silica i nema. Oni, videli ste, rade na agregate, znači, samo sijalica pomalo i to ne može da se vidi, ali uprkos svemu, znači, računi idu svaki mesec redovno i kao što vidite, ne pojavljuju se ni na sastanak, nisu zainteresovani da rešavaju taj problem, da učestvuju u rešavanju tog problema. Mi kao opština i predsjednik uvijek hvalamo što pokušava uvijek da nam pomogne, ali nismo mogućnosti, pošto nismo osvojili budžet, nismo mogućnosti da uradimo nešto više. Ali eto, pokušavamo na sve moguće načine da se čuje naš glas i problemi svih naših ljudi, da im izađemo u susret, da im pomognemo i da probamo konačno da rešavamo taj problem. Taj problem postoji 20-30 godina, neko mora da počne da ga rešava. Neko bi rekao možda gde baš mi, a meni je drago da ja kažem, eto, ja sam tu uvek da krenemo da rešavamo taj problem. Znači, ne možemo da begamo od tog problema. To su struje, taj dalekovod, znači, povezuje jedno 24 sela, ali i više, ja sam čuo od ovih iz Elektrosevera, da povezuje više sela
i 90% znači tih sela ima monofaznu struju. Ta struja iznosi od 40 do 90 volti, verovali ili ne, znači uveče, ja ne znam, probat ću tu nešto, nego mi smo kao nov loj, pa nismo se baš najbolje organizovali sa tehnikom, probat ćemo nešto da predstavimo, da vidite kako jednostavno ni sijalica ne može da radi. Sad, ne znam, ja bih se obratio ovima iz ministarstva, na medije, iz televizije Mir, koji su uvek za nas tu, znači, mi smatramo članom našeg tima, često i ne moram to da naglasim, oni su uvek sa nama i hvala puno. I još jednom, probat ćemo, znači, na sve moguće načine da vidimo, da utičemo na te ljude koji treba da rade, znači, da rade svoj posao. Gore bandere, znači, uopšte ne postoje. Žice idu dole po zemlji, urasle su u travu, niko ne zna da tu ima, kako zove žica. I sad, kad padne kiša, kao što znamo, struja je izuzetno dobar provodnik, vi uđete tamo, izginete od struje i nikom ništa. Pre 2-3 godine jedna žena je izgubila, ne znam, 3 ili 4 prsta, prošao je kamion, pala je žica, niko nije obraćao pažnju, žica urasla u travu, ona obrađivala, kako zove, imanje, nije vidjela žicu, dotakla, izgubila 3-4 prsta. Niko nije održao ni jedan sastanak u vezi toga, znači, kako se zove, i niko nije digao glas protiv toga. I šta se desilo? Znači, žena je izgubila 3-4 prsta jače ruke, onda je otišla na sud, država je platila 16.000 eura, a ko je odgovarao? Niko, neko je lepo seo u fotelju i uživo, dok je neko nastradao, država je to platila i tako dalje, i znači u nedogled. Kao što ste čuli, kako zove na javne medije, skoro se desio, znači, jedan incident sa medvedom gore u našem kraju i ti ljudi i danas nemaju struju. Niko se ne pomalja gore da kaže da je potrebna neka pomoć, šta možemo da vam pomognemo, šta treba da vam uradimo. Kad odete tamo, oni se smeju, ne može niko ništa. Zbog toga smo pozvali ovde i policiju, i KFOR, i EUX, da reaguju, kako zove ljudi iz ministarstva, da reaguju, znači da vidimo ko je odgovoran da reši taj problem. Znači, ne može to u nedogled. Mi se suočavamo, znači, sa tom linijom koja potiče u nekim selima iz 50. godina, 60. godina, znači 60. neke godine. I stalno tako. I znači, svima je to nešto smešno, nešto čudno, ma to je normalno. 2-3 puta kažeš, zaboraviš i onda oni nastavi isto dalje. Ja sam to pominjao više puta na više mesta i nastavit ću 2 puta i 5 puta i 100 puta i 1000 puta dok se ne reši taj problem. Jer to je osnovni pojam za život, ako nemate i struju. Evo vidite, ovo je dalekovod koji odoleva godinama ovako i kao što vidite kako to izgleda. Mislim, ima tu, znači, milion slika. Vidite, ovdje ide bandera dole na zemlji i rodio se još jedan Nikola Tesla, pa ovamo je fazu stavio na levu stranu, nulu na desnu, vi uđete u sredinu, izginete i to je to. Tako da, evo vidite, to je, ovo radili smo u oktobru, u novembru smo radili freske u crkvu, to su one slike unutra, došli su ljudi da vide kako to izgleda i tog vikenda padne bandera za malo da izginu ljudi. Zamislite, dođete da se pomolite Bogu, padne vam bandera za vrat i to je to. I onda je ova bandera podignuta ovako pod uglom od 75 stepeni, vezana žicom za zemlju i ona ne stoji u zemlju uopšte, nego samo ovako, formalno stoji. Kad uvne vetar, to će dole, neko će da strada. Deca idu tamo, igraju se kod crkve i kako zove, evo vidite kako to lepo izgleda. Vidite kako to. Tako da ne možete ni da pretpostavite gde se nalazi žica, zato što žica padne na zemlju, vetar duva, baci je negde tamo u žbunju, u granje, niko ne može da nađe, to ne može da pretpostavi, a sad bi trebalo da dođu ljudi sa strane, vole naš kraj je izuzetno bogat prirodnim bogatstvima i dođu ljudi, vole čist vazduh, lepu sredinu i dobro bi bilo, znači, da se organizujemo, da napravimo neke znakove, bar upozorenja, da se ljudi ne kreću blizu dalekovoda, kako zove, ili niskonaponske mreže. Da vidimo, da počnemo da rešavamo taj problem. Znači, trafoji, šta je problem što je tako struja slaba? Znači, trafoji
po standardu može da bude najudaljeniji trafo od zadnje kuće 1 km. Međutim, sadašnji trafoji su trafoji iz 50. i 60. godina sa 50 ili 100 kW koji napajaju po 70-80 kuća sa udaljenošću od 4 km, znači normalno da je napon struje 50 i 90 V. Znači, za početak trebalo bi da neko vidi nešto da uradi, da se dodele još transformatori nekom odgovarajućom snagom za snabdevanje struje u svim tim selima. I onda mora da se razmišlja, druge nema, znači o izgradnji novih dalekovoda. Znači, taj dalekovod ima 50-60 km, da probamo da uradimo 2 dalekovoda. Ja sam uradio projekat i za jedan i za drugi, jedan koji bi vodio gore ka Brnjaku, jedno 20 km, i tamo do Drena, jedno 16 km. Znači, taj projekat je, urađen da ti dalekovodi budu uz glavne puteve, znači da bi mogli lako da se održavaju. Ukoliko bi nekom palo na pamet da renovira da popravi ove postojeće dalekovode, morao bi da pravi puteve od stuba do stuba na nepristupačnom terenu, što mislim da bi više koštalo nego novi dalekovod. Tako da sve drugo osim novih dalekovoda bilo bi uzalud. Ali privremeno rešenje bilo bi znači da se dodele trafoji svim selima, bar 150-160, kako to ide, kilovata po selu. Sada imamo 50, na primjer u naše selo skoro smo imali 50 kilovata, sreća da je Crkva pa zamenili 100, ali opet 4 km i 200 daleko od moje kuće i normalno struje da je takva kakva jeste. Jednostavno sijalica ne može da sveti, ne vidi se ništa unutra. Od 7 do 10-11 sati to je neverovatno. Tako da bi volio da čujem neko ko bi mogao da utiče na te ljude za rešavanje ovog problema, ili ako ima neku ideju na koji način možemo da stupimo u kontakt sa Elektroseverom i sa KEC-om, ima ko može da nam pomogne. Evo, bili smo u ministarstvu, hvala, bili su ljubazni, saslušali su nas i obećali nešto da mogu da pomognu i mi očekujemo pomoć od svih vas ovde, znači od vas kao vlasti koji bi mogli da naterate te ljude da rade, od ministarstva koji bi mogli da pruži neku pomoć, od KFOR-a, XRF-a koji bi mogli da naprave neke donatorske ručkove večere gdje bi mogli da se organizuju nešto da se pomogne tim ljudima za trafoje, a kasnije nekim većim projektom i za dalekovode. To bi otprilike bilo to ovako najkraće. Bo pak interaktiv beseden tema, pa malo emergencija, ki je imela resurs programe, ki je imela djecu da dobe. Slobodno i ovi građani koji suočavaju svaki dan sa bilo kakvim problemima, jeste, možete i ovdje da pričamo o tim temama, pa pošto su nadležni i ovdje. Ressursen som se man kjenner seg pedib seg for hvilket problem i rymme som vi under makt må være. Det që po i rrezikon qytetarët, po edhe nuk është të furnizu s'është dhe shkollën e fundit, si që përmend edhe Grozdani është vitet të tëra, si që i pat fotografit është katastrofë, kjo është rrezik i përgjithshëm, unë me thonë, mos të qojmë në gjendje alarmante që është tepër e rrezikshme. Mirë pas furnizimi, rrezikimi është i përditshëm qytetarëve, mi gjitha, unë e di që është nisë edhe një peticion për shkak të fryrjeve të fakturave, kur ka interes për të paguar KEC dhe Elektroseverini i rrinë gati, ka gjatë. Mirë, po kur ka për të intervenuar, ja përshë një gjendje para. Kjo është e, unë kuroj që hapim tema, dhe naturisht kapsu që dikush ka s'ka në të. Me mungesën e përshëndesit e këtij takim, për mungesën e Elektroseverit, përfaqësuesve të tyre, për banorët e fshatit Qabër, që kanë filluar kyçja e orëve elektrike, e kam një vërejtje shumë të madhe për Elektroseverin. Të banorët e fshatit nuk i kanë shku fakturat me kohë, e dyta është orti, kur janë instalu ort, banorët kanë paguar edhe regjistrimin e orëve, njëkohësisht ka rrjedhë edhe paushalli. Domethënë, ne kanë ngarkuar, ne kanë bërë te popullata i fry shumë fakturat, që edhe popullata sot nuk ka mundësi t'i del përballë aty në pagesave.
Dhe unë kam shku, kam bo edhe një vrejtje në drejtoritë e elektroseverit, e kam bo edhe ankesën, nuk mu kanë përgjigjë, kam shpresua që do të arrim një marrëveshje, një mirë kuptim, po fare s'kanë reagu. Edhe mos që qenë ata sot prezent, kësha pas dëshirë me qenë këtu prezent edhe me argumentu me dokumenta i kemi. Që të me thonë, ora është në gjitë, është shenu data kërë unë në gjitë ora, kërë i ka lëshua, mas 7 mujve janë registruar në lista. Dhe mon, edhe ka shku ora registrimi i hargjimeve, po njëkosisht ka rrjedhe edhe pa shalli. Dhe mon, kanë shku të 2 hargjime, pa kontrol. Dhe kemi një problem shumë të banorët e fshatit Qabër, jenë shqetësue, edhe kanë drejt, kanë arsye, mirë po atë një mënges, u thanë edhe nga folësit ma parë, une këto, mos dëshen ata prezent, ma shumë s'kisha mujtë ma, po të kemi me di që banorët i kemi shqetësumë shumë banorët e fshatit Qabër. Të gjitha problemet, jemi me komunë, jemi dalë, i kemi vrejt ato vrejtet e shtyllave, të gjitha, po në Qabër është një problem kjo. Mujnë e kalun ka qenë dhe komandanti ka raportu për sigurinë në komunën e Zujnë Pëtukut edhe jemi të kënaqur të sigurisë që është skopën e vitin e fundit në komunën e Zujnë Pëtukut. Mirë po shqetësues është, siç e thanë, rryma, për shkak që edhe në Qabër rrezikohen disa familje nga shembja e shtyllave elektrike dhe përmeron mbi shtëpiat e tyre, gjithashtu edhe nëse gjatë ditës ka ndonjë shembje se rrëzim të shtyllave elektrike mund ta dëmtojnë dhe një familje dhe fëmija që lujnë atë afër. Mirë për mësë prezenca e elektroseverit apo kecësit këto, apo kur do qoftë se është përgjegjës për këtë gjendje në komunën e Zujnë Pëtukut për energjinë elektrike, nuk e largon nga përgjegjësia. Në asnjë formë. Në asnjë formë, posaçërisht në formën ligjore. Sepse nëse ndodh dikush e humb jetën, dikush do të më dhanë përgjegjësi. Se të hullat po i kërkojnë. Edhe nuk po i kërkojnë një fesh, po i kërkojnë shumë fesh. Nëse dikush ka bo marrëveshje me elektroseverin, për ormasat me vnu vetëm në fshatin Qabër, për konsumatorët ose familjet në fshatin Qabër, aja marrëveshje nuk ekziston. Deri sot, unë personalisht nuk kam pa një ormas që është nuk në komunën e Zujnë Pëtukut, është e fshatra tjera të Zujnë Pëtukut. Dhe për ne si banorët e fshatit Qabër është komplet e papranueshme. Edhe na nuk e paguajmë asnjë cent derisa ormasit do të vendosen në gjithë komunën e Zujnë Pëtukut dhe do të faktorohemi në bazë konsumit real që e kemi. Vetëm bazë konsumit real. Dhe jo fatura thyra, fatura diskriminuese dhe fatura që keq përdoren qoftë nga elektroseveri apo nga keci. Këtu nuk jep kërkush përgjegjësi. Nëse shkon në elektrosever, po ta bin keci faturën. Ata e faturojnë. Nëse shkon atje. Po thon prap, nuk i largon nga përgjegjësia. Ne kemi organet tona, e kemi qeverinë, e kemi ZRE-n dhe është avokati i popullit. Në fund është edhe prokuroria që na ndron. Nëse ka fatura paushall, është vendimi i qeverisë që është 21,56 cent. Nëse ka fatura paushall për komunën e Zujnë Pëtukut, do të ketë edhe për fshatin Qabër. Nëse ka fatura që vinë formë përgjithshme për Zujnë Pëtukut, do të ketë edhe për Qabër. Ka banorë që i kanë marrë 600 euro. Nuk ka matematikë që e shpjegon se çysh mundet marrë 600 euro në një shtëpi me pajisje elektrike, maqinë, bajler, një çaj duhet një shtëpie. Le të vinë të shpjegojmë kush do të qoftë. Po ashtu lajmërimi për shkyqje nga rrymat e disa familje në Qabër. Nuk na frikson asnjë moment në hiç, ama bashkë nuk na frikson. Se çysh kena ditë për mi pranuar macet, çysh kena ditë me shujt. Nuk kena kundër pagesës. Dina edhe me protestu në mënyrë më radikale të mundshme. Kur dojnë të bindet e provojnë për marrë me shkyqje një familje. Jemi krejt për një për krejt. Banorët e fshatit Qabër. Këto pa drejtësi për një janë pa pranueshme. Pa të pranueshme dhe njëherë e potencaj. Faleminderit. Në fakt, këto që atë cekën bashkëvendasme, këto që ndrojnë, unë edhe që dhe ishta me plëcu edhe një sen tjetër,
që do të thonë orat kur janë vendosur në fshatin Qabër, rrjeti i ri ekziston, gjithë e dinë që ekziston rrjeti i ri, ndërsa orat janë vendosur në rrjetin e vjetër. Që rrjeti i vjetër, sidomos Qabër edhe si që dëshmura dhe me fatat edhe në pjesë tjera, do të thonë as përse afërmi nuk i plotson kushtet për me u vendos orat për me marrë saktë konsumin e energjisë elektrike. Kohëve të fundit shumë qytetarë të fshatit Qabër kanë marrë paralemrin për shkyqje me një formë të paprotokolluar jo zyrtare, në mënyrë arbitrare ka hyrë një person që ne nuk e dimë a është punëtor elektroseverit ai kujna është, as do të thonë një formë shumë formale të shkrimit me një logo elektrosever, pa vule, pa nënshkrim, pa kurrë, edhe në mënyrë arbitrare ka hyrë në paravorrat e banorëve, i ka shqetësuar banorët duke një faktor me kërcënuar se ju ka thonë që kena mja shkyq qëllimin të nesërmen nëse nuk e bani pagesën e rrymës. Një ankesë tjetër është që do të thonë çdo faktorim që do të thonë fshatin Qabër ka ardhur me banesë minimum 1 muaj edhe 10 ditë. Si është e mundur që nëse ata kanë treguar që orat e bojnë motin reale të konsumit të energjisë elektrike, si është e mundur që vetëm pas 1 muaj edhe ditë të vinë fakturat dhe ne as nuk e dimë se çfarë forme vinë, askush i fakturon, askush. Ka pas unë personalisht me një pjesë të qytetarëve i nakon në zyrët e elektroseverit për me shpreh pakënaqësinë këtu lidhe me këtë punë. Ata një farë forme asë që nga kanë marrë parasysh veç në formë hajgare, kanë thonë se kja vja pej keskos, faturimi bëhet kështu, do me thonë në çdo mënyrë na kanë ignoruar. Paralemrimi i fundit për shkyqje i ka frustruar tej mos e banorët e fshatit Qabër, sa që jemi detyruar një farë forme me dalë me mbledh në nënshkrimet të gjithë banorëve të fshatit Qabër, jemi të përgatitur një peticion për me dërgu, do me thonë, formë ankese të elektroseverit, të avokati popullit, të qeveria Kosovës, të zyra rregullatorit, se banorët e fshatit Qabër me të vërtet janë, që me thonë, sekondën e fundit të mos reagimit. Vetëm se ne, që me thonë, për hir të respektit dhe institucioneve e kena paralemruar edhe kryetarin e komunës, edhe instanca tjera e kena paralemruar që, do me thonë, banorët e fshatit Qabër janë te moset të shqetësuar në lidhje me këto abuzime që po bëhen nga ana e elektroseverit. Edhe asnjëherë nuk e ka marrë parasysh ankesën e asnjë qytetari. Derisa neve na kanë detyruar me shku në formë kolektive me bë ankesë të ta. Që me thonë e paralemruar në çdo institucion që merret me shqetësimet e qytetarëve, si nga ana e kryetarit të komunës, si nga ana e qeverisë, si nga ana e avokatit të popullit, si çdo institucion tjetër, edhe ose BE-ja, EOLEK, si çdo institucion tjetër, le ta dinë mirë se në fshatin Qabër ka frustrim tej mos në lidhje me këtu abuzime që i bën elektroseveri në fshatin Qabër. Nëse ata nuk kanë me ndërmarrë kurrë lidhje me këto ankesa tona, le ta dinë mirë çdo institucion që merret me çështje të sigurisë në Qabër ka me pas protest që të merren parasysh këto gjëra. Na e kena bërë, do me thonë, nënshkrimi i banorëve të fshatit Qabër është në masë 99.5% muna me thonë, i kena, do me thonë, pajtimin e qytetarëve që kanë me marrë mosa mase radikale në qoftë se nuk merren parasysh kërkesat legjitime të banorëve të fshatit Qabër. Dobro, bitno je kako zove da je tu policija, KFOR, vi ste tu, kako zove mi ovdje u opštini. Bitno je da su svi upućeni u ovaj problem. I ukoliko dođe do nekih problema sa elektroseverom, znači da znate o čemu se radi. Znači, ne može neko da nas maltretira decenijama, nije to 1 godinu, 2, 3, nekim nenormalnim računima. Znači, ne postoji ni jedan pravni osnov da mu neko napiše račun za struju, koliko struje ne iznese, najmanje 210 volti. Znači, mora standardna struja da bude 220 volti. Ne može, znači, daleko da bude onako, znači, žice sve po zemlji. Ne može, znači, kako zove da bude trafo udaljen 4 km od zadnje kuće i da bude neki trafo od 50 kW ili 100 kW. Znači, zajedno 60-70 kuća, najmanje mora da bude jedan trafo. 160 kW
na daljini najdalje od 1 km. I to je tačka, znači nije niko blesao, a oni nas pravi blesavim decenijama, znači. Moramo se udružimo da vidimo nešto radimo kod njega, kao što vidite nisu se pojavili. Kersan mi nešto obećao, ja mislim, kako zove, da će nešto da učine, da pomognu, nešto i gospodine Šan isto probao da pomogne, verujemo i u njega, malo i mediji i nadamo se dobro. Znači da se udružimo svi, i vi dole u Čabru i mi gore po tim selima, stvarno se ne može više ovako. Znači, jesen, zima i proleće, nemamo struju. Kako zove, leti, nemamo vodu. Koliko sela ima, da ne pričamo, imamo milion problema, nego ajde da krenemo od onog najvećeg. Koliko sela ima što uopšte ne može da siđu do oktobra, znači do januara ne može da siđu s ovim potok. Znači niti ima šanse da se gore ti putevi očiste, to je Bogu i za nogu, za pušteno, za postavljeno 20, 30, 40 godina i sad neko mora sve to odjednom da reši. Ali mora da se počne sa rešavanjem tih problema jednog dana. I što pre, to je bolje, znači nema druge. Moramo da rešimo taj problem, ne možemo da begamo. Begali smo 30 godina, znači 25, 40 godina, Čabre ne vredi, mora to neko da reši. Treba da vidimo, da sednemo, znači odgovorni ljudi koji su tu u vlasti, da nateramo te ljude da rade, da im i mi pomognemo, bez obzira što to nije naš posao, kako zove, da sarađujemo, znači svi građani i vlast, kako zove, da uradimo to, da rešimo probleme ljudima, da mogu da žive bar normalno, da imaju struju, da imaju put, da imaju vodu, pa je to mnogo u 21. veku, eto, prošla 1/4 21. veka, mi imamo tamo neki štab za paradajz, za stup, za daleko, mislim, ili to ne verujem da postoji nigde na svijetu. Mi pričamo nešto za Afriku i za džunglu, oni su za nas, ja sam bio tamo u Africi, kako da vi ne možete da verujete kako je Afrika. Mi smo Afrika za njih, nisu oni za nas. Tako da moramo nešto da uradimo po pitanju toga, da pravimo standard građana, stvarno više ovako ne ide stvarno. Hyrja e ke shpërblim fatura është një pjesë 50 shtëpi, krahasisht fshatin Çabër janë gurbeçarve. Edhe aty heqnin këtu ju ka fatura 100 euro, 70 euro. Është dëshmia më e saktë që ka ke shpërblim. Danas je dëshmi tjetër më shumë. Evo sad, kad sam bio tamo, znači on samo, ja ne znam, to nije naše, kad sam bio kod Banata, ja sam mu nudio, na primjer, da ja kupim trafo. Ja da kupim trafo za naše selo, da on da 6 stubova i da ugradimo to, da koliko toliko, znači jedan trafo sa jedne strane sela, drugi trafo sa druge strane sela, da koliko toliko pojačamo napad. Međutim, ja kažem, pa ja ne znam kako da ti pomognem, kako da kupit ćemo taj trafo, ti daj 6 stubova, pošalji ljude gore, častit ćemo jednu večeru, neko piće, kažem, moji ljudi ne rade za ručake. Pa bre, to oni treba da rade, znači to im je plata, nego da se pokupite, vi malo da krčite onu liniju daleko, kaže, smeta vam grane, znaš, a ne smetaju grane i idu žice po zemlji dole, to vuče u zemlju i zbog toga i slabi napone. Neverovatno je, znači, kako se ti ljudi ponašaju. A ovamo kad treba za račun da se plati, a to su oni, to mora se plati, znači nema druge, mora se plati. A ovo što nema struja, to nikom ništa. Nešto moramo da preduzmemo, kako zove se udružimo, preduzmemo nešto da rešimo taj problem. Veliki problem. Znači za sva sela, znači 24, na primjer tu, kad padne bandera u Gazi, ovdje 24-5 sela nema struje. Znači to nemamo drugi izvor, kako zove, struje, znači to je jedini prolaz, ko bude tu kvar, pa to kraj priče. Ne znam kako to možemo da rešimo, zbog toga smo ovdje i nadam se da će svak da doprinese koliko bude mogao da rešimo ovaj problem. I to je ako ima još neko nešto da doda, da kaže. Da mi samo u Polašinu nemamo problem sa strujom, već imamo u poslednje vreme problem sa porodičnim nasiljem i tako da to je ogroman problem gdje sada kada dođe do nasilja u porodici, žrtva nasilja ide, spava po tuđim kućama, kod nekih prevodilaca, kod kvora, ne znam već kod koga, pošto postoji ta sigurna kuća u selu Zupče,
to je regionalna sigurna kuća. Dobro bi bilo da, pošto su tu predstavnici policije, Fora, Euleksa, da se to malo angažuje i da se pokrene to pitanje, jer to je jedan od velikih problema. Zamolio bi sad predstavnike tu, da li bi imali nešto na tu temu da oni kažu. Pošto mi stalno ukazujemo na neke probleme i oni traže od nas da im mi kažemo te probleme, a da li su oni nešto uradili povodom toga, ne znam. Tako, pošto smo se danas skupili ovde, da i oni nešto kažu. To je to, toliko mene, kao novog člana. Me pak e harrume nga e kalumja, po të me fillu kam kry në kokën time kam pas një agjend tjetër me diskutu sot, po e ndryshoj për shkak edhe mos prezencës kryetarit këtu për momentin, edhe për shkak mos prezencës e akterëve ma përgjegjës të cilët ishtë dashur me qenë këtu në këtë takim. E që është elektroserveri, Keci, edhe përfaqësuesi i zyrës të avokatit popullit, të cilin është dashur me ftu sepse e kanë zyrën edhe Mitrovicit në regional, është regional, edhe o dashur me qenë këtu prezent. Unë jam Ejup Kamberaj, jam udhëheqës i divizionit për avancimin të drejtave të njerëzit. Po. Ja bih htio da uzmem riječ. On je Ejup Kamberaj. Je predstavnik Kancelarije za prava građana. Inače, ja sam imao drugu agendu u glavu, ali pošto vidim da treba da se promeni malo, pošto nije prisutan i nisu prisutni glavni akteri koji mogu da utiče na rješavanje problema. I ja naši trebalo da bude ovde i avokat naroda, koji imaju također kancelariju... Regionalnu kancelariju. Treba da bude prisutan. Tu me fillu pej të fundit, pej kryesuesit të asamblesë, i cili elaboroi shumë mirë problemin se si të vihet te planifikimet buxhetore, sepse qarkullja buxhetore veç është dalë në qarkullim të parë, e ka dy faza edhe ka të dytën, edhe dikun aprovohet me 30 tetore, ka afatin ligjor të fundit. Aty keni mundësinë që t'i prezentoni programet edhe këto letra dhe këto rekomandime që do t'i bojmë edhe Ministrisë Financave, edhe drejtorit Departament për Buxhet dhe Financa, zotit Elmaz, edhe zyrës të avokatit popullit, do të shkruaj pas këtij takimi, do ta njoftoj atë edhe me këtë përmbajtje këtij takimi, do të hiperbolizojmë këtë problem për arsye me të gjetë një kuptim për me zbatu. Unë nga praktika jam njeri pragmatik, nuk kam dëshirë të flas shumë e të mos bëj asgjë. Dhe ose të jetë vetëm letër ajo. Hoću početi od zadnjeg govornika iz strane Kislića iz strane opštine. Ja sam veoma pragmatičan, ne želim da pričam puno, da ne radim ništa. Znači, ja ću za sve ove probleme koje smo čuli, on će pismeno da se mogu brati i da se uradi avokatom naroda i također kancelariju za budžet unutar opštine, pošto sad je budžet u proces odabranja i do oktobra bit će odabran za ove godine. Buxheti i komunës është vetanak, dihet ajo dhe ajo mos shtesë e Ministrisë Financa që ndonë, po sigurisht kryetari këtë vit do të shten programe ekonomike, programe ku në infrastrukturë, programe në rrugë, programe në kanalizime, programe në sjellës, edhe jam shumë optimist që ka me depërtu në këtë drejtim sepse po e shohim një gjendje që është jo normale, është alarmante thjesht, është alarmante. Tu e përfshi edhe problemin e rrymës që është kryesore, sepse rryma e drejta e shfrytëzimit të rrymës si mall publik, institucionet publike garantojnë për shfrytëzimin e atij malli publik, sepse shteti ta merr paret e nuk të ofron shërbime të domosdoshme, shërbime që ka mujt kjo punë me përfundu me vdekjen e qytetarëve tonë, për cilët institucionet publike kanë obligim të ofrojnë shërbime publike. Kjo është zotim, kjo është detyrim ligjor. Znači, imajući u obzir da
Opština ima svoj budžet, a takođe nešto dobija iz vlade. A takođe znam da gradonačelnik ima u planu da ostavlja programe za infrastrukturu, programe za druge programe koji tiču poboljšanja života svih građana. A posebno kad se priča o ovim problemima koji imaju uticaj u života građana, kao što je struja, koja može da bude opasna po život za nekome, i mi ćemo da to prenesemo u institucije. Kërkesa e elektroserverit dhe kecit mendoj që duhet të adresohet nga kryetari i komunës, së bashku me një raport vlerësues edhe nga ky takim, po edhe nga provat që i ka përfaqësuesi që ka sjellë edhe te ne fotografitë për çështjet e rrymës, po të njëjtën kohë të shfrytëzojnë një mundësi edhe në formë të peticionit për këto dy mekanizma të cilët po shantazhojnë apo po e maltretojnë qytetarin në gjabër, si është ai rasti me fryrjen e fakturave, me fundit ato janë vepra penale. Duhet me kuptu këto sene që shteti ligjor funksionon ndryshe, në dimension krejt tjetër, jo në këtë formë. Sa i përket çështjes që i mungojnë shumë komunës t'juaj, e kemi vrejt, e kemi identifikuar shumë, kemi folë edhe me kryetarin një takim që kemi pas bashkëresht në Hotel Pallas para 2 muaj dite, kemi fillu pak të marrim të veprime konkrete, të filluar prej kësaj metodologjisë të përkthimit gjuhës, sepse gjuha zyrtare është gjuha shqipe dhe gjuha serbe, dhe duhet të ketë edhe përkthyes simultant edhe përkthyes interaktiv. Çdo komunë. Madje e di që kanë problem komunat me kapacitete me zyrtar për përkthim. Por është obligim ligjor që krejt dokumentet publike që i prodhon kuvendi, asambleja, i prodhon kryetari i komunës si organ ekzekutiv, duhet shpallën të njëjtën kohë në 2 gjuhë zyrtare. Duhet funksionoj sistemi gjuhës zyrtare, përdorimit gjuhës zyrtare në emërtimet rrugëve, në vendeve publike. Kjo është obligim ligjor, kjo është obligim kushtetues i vendit tonë. E di vështirësitë, i dim gjithë, nuk kem çka me zbulu ujtë në zetë, e dim situatën politike në përgjithësi, por të largohem prej çështjeve që s'janë tonat, të afrohem qytetarit, të bëjmë shërbime për qytetarin, kjo është me rëndësi për neve. Kjo është me rëndësi për neve shumë. Të respektojmë drejtat e njerëzit, drejtat e komuniteteve. Qoftë shumica apo pakicë në region të caktuar. Ta krijojmë një klimë të mirëqenjes dhe të humanizmit njëri me tjetrin. Po nuk mundesh me bën këtë formë përderisa ka problem me rrymë. Me një produkt që është esencial. Nuk mundesh me thonë që unë po respektoj drejtat e njeriut përderisa qytetari nuk ka rrymë 15 ditë. Fajtori është identifikuar. Fajtori tash po dihet kush është, s'po dojmë me kërku ne këtu kush është fajtor, po duhet me krijuar mekanizmin e rekomandimet me qenë kryetar shumë më të fuqishme, e ki mandatin, shfrytëzoj mandatin edhe drejtoj ju, elektroserverit, kecit, mos mi shantazhoni qytetarët me fryt faktura, sigurisht eliminoj pengesat e rrymës, investoni në këtë çështje, sepse kanë obligim me investu këtë çështje. Unë mendoj se buxheti i komunës juaj edhe komunave tjera të veriore ka me qenë pak ma i volitshëm kuptimin e bushës kërkesave, jo krejt, ajo po dihet, po ka me qenë një situatë më e mirë, më e vlefshme, po ju me rëndësi është me adresu programet. Cilat programet doni me investu më konkretisht që janë nevojshme për qytetarët. Unë tash më sër kryetari po e shfrytëzoj apo e përkthen këtë pjesë. Tako nga ku. Своє речено господина. Значи, и вам мисля да sad što tiče ovih problema, posebno struje, zato treba da se odnese kecu i severo od strane gradonačelnika, pošto ima sve informacije, ima dokaze i također to oni treba da znaju da postoji zakon koji ne sme da se utiče na prava građana. Svaka prava građana treba da se poštuju i ne smije da se šantažiraju od strane ti institucije
koju plaćaju od naše strane da snabdevaju kao što je sa strujom i drugim stvarima. Inače, uvijek treba da se poštuju prava svude, a posebno kad se priča primjer sad i mi znamo da je oficijalni jezik je albanski i srpski, znači treba da imamo i prevodioca, simultativno prevodioca, i onda ulice treba da imaju po dva jezika, da budu na oba jezika, a uvek treba da se družimo svi zajedno, da se družimo, da budemo jedan jezik i da prenesemo svi naše problema, jer probleme ne mogu da se poštuju prava građana kada oni nemaju struju po nedeljima i stavljaju se u opasnost od struje, od žice po ulicama. I građanin ima pravo, ima autorizaciju da to prenese i traži od ove agencije. Ne po përpjekom të bëjmë në organizim, në funksionim të organeve në administratët publike komunale, krejt Kosovën, po edhe këtu në veçanti, në pjesën veriore, ku çdo komunë do të ketë zyrtar për mbrojtje kundër diskriminimit, ku kish këto kërkesa të qytetarëve kish me adresu te ai zyrtar. Këto pak nasi qytetarëve, edhe frynimin e faktura të rrymë, se është diskriminim. Edhe procese tjera që komunët juaj nuk kam dëgju, po kam dëgju që ka dhe procese të ngacmimit seksual, natyre seksuale. Kemi informata. Po edhe trajtimin e barabartë të barazisë gjinore, që duhet ta ketë komuna zyrtarën për barazisë gjinore e në kasë. Një është, po më do këtë ju, edhe zyrtarin për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, edhe zyrtarin për persona me aftësi të kufizuar, po edhe nisin e përkthimit, sepse nisia e përkthimit ka shumë punë, ka shumë angazhime. Krejt këto me adresue edhe në qarkuret buxhetore, me kostue sa pozita të kërkuar, me bo kërkesë në departamentin për financa, Ministrisë Financave të Salvadorit, dhe ai duhet me dhon arsye, me një arsyeshmëri, sepse ki arsyeshmëri, ki bazë ligjore. Çdo ligj që aprovohet Kuvendi i Kosovës ka kosto buxhetore. E masi ka kosto buxhetore, qeveria ka marrë zotimin me zbatue ato dispozita ligjore, edhe ka obligim ligjor. Znači također po zakonu u svim administracijama, opštinama, također i Zudbotok treba da imaju odgovorno lice ili predstavnika što tiče diskriminacije, onda za ravnopravnost, prava deteta, ravnopravnost žena, jer znam da u opštini Zudbotok ima dosta problema koji ljudi žele da iznese ove problema, ali nemaju pravo kancelariju da treba to da iznese. Znamo da imate problema, par problema što tiče seksualno zlostavljanje, da? Ali zato treba da imamo kancelariju gdje ljudi treba da iznese tri problema i da bi se to postiglo, onda treba da opština traži financijsku podršku od Ministarstva za financiju da ispunjava ta mesta sa zaposlenim ljudima koji će da se bave sa ovim problemom. Ofrimi e shërbimeve qytetarëve, ofrimi e shërbimeve publike qytetarëve e krijon një atmosferë, një relacion edhe të ndërtimit të paqes, edhe të ndërtimit të sigurisë, edhe të ndërtimit të respektit. I preko ovog načina rješavanja problema mi izgradimo jednu atmosferu gdje ljudi osjećaju sigurno, osjećaju bezbedno i osjećaju humanost. Shpresoj që do t'jem bashkë gjatë këtyre rrugtime, këtyre proceseve, do ta keni mbështetjen e Ministrisë të Administrimit për shtetit lokal. Unë do të bëj një raport avokatit popullit qysh javën e ardhshme për këtë takim. Do dalë me disa rekomandime konkrete, po ta dëshirë që kesh këtu sot dhe i pava situatën, e pava dhe shqetësimin e kryetarit që e ka marrë me këto probleme.
edhe do t'ju shkuj akterëve kryesor, vendimarrës, edhe zyrës për qeverisje të mirë, zyrës kryeministrit, ku do të elaborohet sepse këto janë të lidhura me drejtat e njeriut. Deshëm apo nuk deshëm, edhe nëse është nevoja, atëherë edhe avokati i popullit do të bëjë rekomandime konkrete për zgjidhjen e këtij problemi. Mirë po, hapi i parë është te komuna e Zubiptokut që të bëjë hapin lidhur me kërkesën elektroserverit për këto defekte që është i bë me eliminu, besa keni drejt me adresu edhe në organet e gjyqësisë të çështje, se janë penale ato sene. Do të mi kuptu këtë sene. Edhe kecin që ashtu, se edhe kecin na kalot, na ka myt me këto eksperimente kohën e fundit. Do të vazhdu. Po kryetari më ju adresu nga ky takim rekomandime që me sa nuk problemin edhe të investimeve të rrymës, nëse ata s'kan mundësi le të kërkojnë mjete shtesë për dikujt tjetër apo për ndonjë donatore apo kanë mjete të mjaftueshme. S'është çështje e mjetit, por çështje e mungesës të vullnetit për më ofruar shërbime të mira qytetarit. Kjo është se në Korçë s'kan para mjet ata. Ja mogu vas reći da ću odmah da pišem na izveštaj i također zahtev koji ću prenesem advokatu Bauda, također u kancelariju premijera vlade, da tražim rješenje ovog problema i to je po zakonu vaše pravo da se ovi problemi rješavaju i da žive normalno. Ali inače i od strane opštine, od strane Lučnika treba da se uzimaju koraci jer on ima taj autoritet da traži rješenje od KEC-a i elektrosevera što se tiče rješavanja problema jer oni prekršaju pravo građana po tim stvarima koje ne ispunjavaju. Unë dëshiroj që pasi erdhi policia jonë këtu e Oleksit edhe prezent edhe KFOR-i që siguria të forcohet për herë më shumë edhe po shkon në nivel dur sa kemi informata. Po ashtu dëshiroj që përpos anës tjetër që t'i nalet rruga krimet dhe organizatave ndryshme, grupacione ndryshme të cilët i sillen të keq e vendit, po ashtu dëshiroj që edhe gjatë ushtrimit e mandatit apo të autorizimit zyrtare mos të i kaluat ndonjë autorizim që bën shkelje të drejtat njeriut, të mos bim në ndesh me ligjin, po të respektojnë drejtat njeriut aq sa lejojnë edhe rrethonat e caktume, në moment caktum, sepse kështu reflektojmë si shoqëri demokratike ku do të sondoj ligje dhe do të respektohet drejtat e njeriut. Unë dhe shumë tjertë qytetarë të Republikës Kosovës, Kosovën dhe Serbinë dhe vendet e Ballkanit i shohin në Evropë së shpejti dhe kufit kanë me qenë vetëm administrativ, po për me ardhur të këta hapa do të me reflektu gjithë së bashku. Do të respektojmë rendin dhe ligjin, të respektojmë drejtat e njeriut, të vënojmë funksion demokracitë. Të shfrytëzojmë mekanizmat ligjor që ekzistojnë në vendin tonë për një progres në termën të fëmijëve tonë, gjeneratave tonë të ardhme. Ju falenderoj për vëmendjen e juve. Pošto ima u depoliciji KFOR i uvek ima zapadanje također da im kažemo da se trudimo da poštujemo prava građana i znam da imamo dosta problema što se tiče grupacije i kriminala, ali u našim akcijama da se trudimo da ne prešavamo pravo građana. Jer inače, samo tako ako reflektiramo kao demokratička društva, onda možemo uticati i na veći nivo, a inače ja vidim državu Kosovo, Srbije i sve druge države deo Europske unije i mislim ako radimo tako zajedno onda uskoro ove granice bit će samo administrativne. Ja zahvaljujem svima da tu reč. Hvala puno. Sigurisë publike, dhe unë e dim këmi postë. Po të ishte diçka tjetër kretë me cikë. Për sa i përket çështjes së ndërtimit shtëpive për pakisa në komunat e juaj. Ka pas kërkesa për banorëve për tas çapës, cilë nuk i kanë marrë parasysh kërkesa fare. Mos flasim për nuk po duam të thonë as për keq përdorime, as për kurrë vetëm se e dini çka po shtëpia që punon në komunën e Kosovës, atje në komunën e Zveçanit.
e dini se kujt I kanë ndërtu shtëpi, s'po I manera heq, veç po du me thonë që kërkesat që janë vonë nga qabra, për banorët që kanë nevojë në shtëpi, për hapësira më të mëdha të jetës, do të thotë nuk janë marrë parasysh fare. Ka, për shembull, njërin nga ta jo me dojnë, 5 herë koma piku. I gjithë dhe din, këta që jetojnë në një hapësim për 60 metra katror. Bilisjona 60, po them 60 metra katror, kom bo 5 herë kërkesë për me rrit hapësira e banimit nuk është marrë parasysh fare. Do më se ka marrë Ministria Administratë për shtetë lokal para këtë kërkesë, dhe ma ka dhonë vendimin, që ka është dhe me kjesë, ma ka dhonë vendimin që nuk I plotëson kërkesën. Hajdeni ju, disë vari kushlut, hajdeni këshoni ku banor, hajdeni këshoni ku ne ju kanë ndërtu shtëpi, shkoni këshoni ku jetojnë që ata njerëz që ju kanë ndërtu atë shtëpinë për ato komuna, e masanena jetë në vendimin, njëtën kohë, veç dhe shta mija të sekë diqka, kore kom marrë në vendimin që nuk plotëson kushtet për me marrë, njëtën kohë, në holdin e ministrisë, po mëne e ndërtesës qeverisë poshtë atje Pallatit Shtypit, ishin 3-4 persona prej komunës të Posavicit që këshin fitu shtëpijat me ta pa fjalë. Unë e mash në vendimin se si plotësu kërkesat, ndërsa aty kish persona që kanë edhe restoranta, kanë edhe bizneset mëdha me veti. Kjo definitivisht është shqetësuese, ju lutem ta merrni parasysh 5 herë kem ka, unë edhe disa tjerë kemi apliku, nuk na ka marrë, edhe jemi persona që jetojmë gjithë këtu. E din gjithë, s'merren parasysh këto kërkesa. Nuk e di pse. S'po du me hi manera, veç ju lutem t'i keni parasysh për të gjëra. Që po të Po është shqetësim, është edhe për ne si ministri aty në shqetësim, por janë dy komisione, dy palë komisione, komisione verifikues dhe komisione që I shryton edhe ankesat brenda institucionit. Nuk jam marrë me atë problematikë se është tjetër kush, tjetër digaster, tjetër njësi I ka temë qërtime, veç e di që për shkak të gjetërave të ndryshme prokuroria po zhvillon procedura. Këto e di. Pikërisht edhe munges, për posjeras edhe të munges transparencës në listimin e kandidatëve që kanë përfitu edhe kjo është që do të me prit. Inshallah ki fat herave tjera edhe ki mbështetje. Në shumë të që është puna patit. Po, po, inshallah ki fat të njerëzit e mirë e ta kuptojnë kërkesën tonë si duhet. Nuk e di për pak mungova, s'ka shtu se po më të rosim një kërë duket policia. Të kun ka për një opër të shka ka të përtu dhe kështë një vërte të saj dhe të identifikun të tërë. Se di ka nevoj të shka për kryetarit komunës, se naturisht dihet, si që dim të gjithë, ka përgjëtësi që ndohen përgjëtësi. Na si komunë kemi problem akoma themelimin, ndërtimin e administratës me kapacitetet e dukura, cila duhet se që përmen këtu edhe problemi I përkthysve është nivel edhe qëndruar se s'po ka edhe kuadra, kemi një përkthys ku me gjitha s'po më mërim në mungën shumë, a nëpse kemi pas nevoj edhe kemi ma shumë, këtë probleme kemi qenë edhe unë e Gordona në një trajnim jo fotlar të organizuar nga IOMI, që është problematik, se I përket çështja e përkthyesve, le të themi kështu, e përkthyesve që din me fol edhe me shkruaj, se në një formë na kuptohemi edhe kështu, në për vete e di edhe serbishtën për të kuptua, po në nuk guxoj me marrë dokument me të përkthyesve, ose para gazetarëve me fol në gjuhën për shkak të kontestit, si gjigje ta fjalët, dhe anat sjell tash një sërb mundet me ditë gjuhën me folë me mu shqipë dhe me kuptu mirë, po qaja edhe kemi mungesë, do të thotë edhe këtu, po dhe se shku mujtë me kuptu edhe në nivel qendror kemi mungesat dhe po hullumtuar alternativat që me uzgjidh kjo problem sa ma mirë, dihet gjuhë zyrtare është shqip, serbisht, natyrisht edhe anglishtia, mirë po
kemi nevojë shumë ta përgjithësisë ndarë, kemi probleme edhe me buxhetin, asi komunë e dim, edhe kryesuesi e dim ku jemi me buxhetet, sa i përket intervenimit me shumë zona nashta për disa emergjente kishme pas, por njëherë për njëherë jemi bllokuar asaj. Ama kur është fjala për agjencion, ministria nuk na pyet fare, se edhe kur është për ndërtimin e shtëpia që kjo e fundit, nuk kemi pas informacion as kush ka përfituar e as kush ka aplikuar. Do të thotë as fatkeqësisht edhe shumë për qytetarëve nuk është adresuar te na si komunë rrethina, ama ka këto probleme dhe di që është në ndërtime ai proces. Mirë po, nuk është në rryma, keci, as nuk na përfill, me qenë se e ka linje dihet, është kompani private e cila ka marrëveshje me shtetin për me furnizuar me spari qytetarit me rrymë, më pastaj rrymën e pagunë se cilë qytetar, mi kornizat që aja veti që të rregullta, jo të ketë so katrahurët të jemi ashtu, herë frymje, herë nuk ka pajisje, nuk e furnizimi së është ku duhet, si që ke tema këtu të na, kompetent jënë ata. Ne mundemi, do të të si komunë, dhe do të interesujmë sa të ekzistojmë në një aspekt, dhe edhe në qoftë se s'është kjo garniturë tjetra duhet është obligativ mu interesu për qytetarin, sepse këtu është një vonesë. Do më thonë bëhet fjallë që qytetarët me dekada jënë keq për furnizim e rrymë. Nuk është veç pejdjeshe. Me dalë në teren, i pomë disa për i fotografive. Terenit ka zënë edhe shumë keq. Këtu është problemi, bëhet fjallë për 10 fshatra, jo një fshat, jo një shtëpi, jo një qytetar, po 10 fshatra me qindra qytetar. Kjo është ajo kompetentet e dim se paguhen fort mirë. Përderisa deri vitin e kaluar në qeveria e ka investuar kecin me 10-15 milion, 20 milion për pagesat rrymë se ku ta diun, edhe atëherë ka qenë kompetent për linia për këtu. Çka do të thonë në shembull kur kemi qytetarë që ballafaqohet me smundje, ballafaqohet me ku ta diun, edhe nuk ka rrymë, nuk ka. Këto janë sene që duhet me marrë me përgjegjësi shumë të madhe. Se cilë mekanizëm që është kompetent për të. Faleminderit edhe herë se më morë ato. Me gjuhë dhe shkrime zyrtare, si pas alfabetit zyrtar të komunitetit që jetojmë. Ne kemi bo hapa konkret, ne si divizion, bashku me zyrën e avokatit koptët, me Këshillin e Evropës kemi organizuar 7 trajnime regionale dhe i kemi identifikuar këto probleme. Tani po dalëm me rekomandime konkrete, me supervisioni anglisht po shpërnuar nga eksperti që ka participuar në Këshillet e Evropës me neve. Dhe janë 3 propozime, 3 rekomandime, po i shfaqim as janë shfaqë anglisht. Rekomandimi parë që përmes jomit, ne avokatit koptët kërkuim që të bëjt trajnime në për komunat ku komunitetit do të mësojnë gjuhën e njëri tjetër. Ky është komunikim të folur, ky është komunikim i përditshëm i cili i afron njerëzit dhe një zyrtar i komunës, zëbi po thotë nuk ka nevojë i një anët komunitet apo i komunitetit tjetër të harxhoj 30% të orarit punës me përkthyer në korridor. Mo diminu ky defekt. Hala se kemi definu me jomin këtë çështje, nëse jomi nuk e merr përsipër, Këshilli i Evropës është shumë interesuar me na mbështet këtë drejtim. Varianta tjetër është që të krijojmë këto nisite për kthimin. Kemi bën një ligj për mbrojtje kundër diskriminimit dhe unë kam pas fatin se kam qenë antar i grupit të një projekt ligji i cili është në Salzburg për opinion ligjor, e ku do të jemi edhe atje me arsyetuar çështjet tjera, po për provos tjera edhe këtë problem që e komprejt vetë e komunohat si munges e funksionimit të aparaturës pushtetit lokal, ku kemi parashiku ato njësi dhe përgjësit të tyre për këtë komunat. Edhe një variant tjetër që kemi parashiku një politikë më afatgjate, që ka telën filozofike të hapët fakulteti apo shkollën e lartë e gjuhës serbe
dhe të licencuan profesora që faktikisht e njohin këtë gjuhë, po të qofshin edhe nga Republika e Serbisë, po ata do të nostrifikohen me Ministrinë e Arsimit dhe të fillojnë me këtë proces, sepse kështu krijohet ndërlidhja e qytetarëve, kështu krijohet funksionon edhe administrata. Në momentin kur e kije detyrimisht gjuhën zyrtare sipas kushtetutës, atëherë duhet edhe komunikimin e përditshëm. Di që po kemi shumë probleme se qytetarët, tani pse përfaqësim duhet tjetër hera tjera më e madhe qytetarëve tjetër, nga shoqëria civile, po edhe nga bashkitë fetare, na kemi kryesisht nga ato çka veç po valla duhet të çojmë në përditshmëri në një aspekt veç që u prezentum muna me thonë pjesa e vogël, se jo çfarë edhe akoma ballafaqohemi me probleme qytetare për shkak të arsyes se neve sa ma mirë me mujt me ndërtuet edhe infrastrukturën e përgjithshme, do të thotë rrugore, furnizime me rrymë, po edhe pjesa e sigurisë që është shumë esenciale për secilin qytetar, që qytetarit të ketë një jetë më të mirë, ketë hapësina jetësore, se qere më mirë mendime në gjithë mekanizmave çfarë janë këtu prezent. Besoj që një pjesë e madhe e temave janë prej, nuk e di një pjesë e punëtorëve edhe të juve, është se përket komunës është ofër pauza, që unë ju falenderoj edhe juve shumë, uroj që takimet e rregullta të kemi këtu, po edhe në për atje ku do që të jeftoni përfaqësisht edhe Vetëm 3 shkallë sekunde. Može na kraju da realiziramo sve ovo, znači mi kao opština ćemo da uputimo zahtev Elektroseveru i KEC-u, jel može još neko da doprinese da uputi još neki zahtev sa malo još većeg nivoa, kako zove, da vidimo sa tim ljudima, da oni odrade taj svoj posao, znači za šta su plaćeni, i za šta mi možemo da plaćamo posao struje, znači da nam izvede normalan napad. Jel može još neko to da... Ja ću da završim onaj svoj domen što imam, da se ne se obud sposobno. Vi ćete to A na isti izveštaj vi možete da se pozivate da su bili prisustva, nema problema. Znači, možete imati prava koji ste smo predošli što je hvala. Vetëm një lutje. Këtu shfaqet shumë probleme në këtë takim. E shpresoj që mos mbetin vetëm letër nga ana jonë, edhe gjithë ty në akterëve që jemi këtu pjesëmarrës, po pa dallim duke filluar nga kryetari i komunës gjithë që jemi këtu pjesëmarrës, as sa kemi fuqi të shtyjmë këto probleme përpara tek një zgjedhje sa më të mirë për qytetarët e komunës së Zumbët. Moje zahteve da čuli smo dosta naših blika, ali ne želim da oni da se čuju i ostanu ovde. Tražimo podršku od strane gradonačelnika i svih nas da iznesemo probleme i tražimo zvanične konkretne informacije od institucije. Jel ima još neko nešto da kaže? Ništa, niko. Nešto da kažete vi? Ne. Ništa. Da. Nije samo, kako zove, zahvaljujem svima što ste došli.